Miq, kapitulli I fundit I librit të Gjonit, po e mbarojmë me këtë video. Kapitulli 21 ka një ngjarje shumë interesante. Një ngjarje që pak a shumë ndodhi 3 vite përpara, kur Jezusi nuk ishte kryqëzuar akoma. Dhe tani po ndodh pasi ai u ngjall nga vdekja. Edhe Simon Pietri, janë ja 7 veta, ikën prapë për peshkim. Por nuk kapën asnjë lloj gjëje, nuk kapën asnjë peshk. Okej? Ku ta fillojmë? Okej. Dhe Jezusi doli ke bregu I detit dhe I tha: "O djema", vargu I 5. "O djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë?" Ata u përgjigjen: "Jo." Dhe ai u tha atyre: "Hidhni rrjetën në anën e djathtë të barkës dhe do të gjeni." E hodhën pra dhe s'mundën më ta tërhiqnin nga shumica e peshqeve. Atëherë dishepulli të cilin Jezusi e donte I tha Pietrit: "Është Zoti." Edhe vazhdon ngjarja. Ata kapën 153 peshqe të mëdhenj. Edhe kësaj radhe Bibla thot rrjeta nuk ju gris, nuk ju prish rrjeta. Ngjarje fantastike. Jezusi mund t'ju vi edhe t'i jap një instruksion në çdo moment që mund të jeni. Në çdo pozitë që mund të keni edhe të jeni. Mbase në këtë moment këta ishin çiksi mbase poshtë, mbase donin një inkurajim, sepse nuk e dinin çfarë do ndodhte për të ardhmen. Edhe Jezusi I erdhi që t'i kujtonte përsëri se me atë çdo gjë që mund të jetë bosh, çdo gjë që nuk ka rezultat, çdo gjë që nuk mund të kapësh, me Jezusin realizohet. Mjafton një fjalë nga Jezusi, mjafton një instruksion nga Jezusi, dhe jeta gjithmonë kthehet në anën e mirë. Prandaj miq të dashur, me anë të këtij kapitulli të fundit të Ligjit të Gjonit, qofshi të bekuar dhe dëgjojeni me veshët shpirtëror, me zemrën shpirtërore. Dëgjojeni zërin e Jezusit. Ai gjithmonë ka instruksione shumë të fuqishme. Qofshi të bekuar. Pastor Fajketi.